Nuk ka punë të mirë, më të mirë që bën robi ditën e Kurban Bayramit se sa thirrja e kurbanit. Nuk ka punë më të mirë. Ndash është 100 fukara, ndash 1000 fukara, ndash 10.000 fukara, ndash çfarë dush, punët hajrit bëje në njërën anë, në anën tjetër thirrë kurbanin. Kjo vepra e dytë, thirrja e kurbanit, është më mirë se sa të gjitha ato veprat e tjera. Në fakt Kurban Bayrami sunet të krejt. Madje sunet muakkad, por është sunet muakkad, sunet i fortë e thotë se është vajib. Sipas Ebu Hanifes, thirrja e kurbanit është vajib, obligim. Ndërsa sipas Ebu Jusufit e Muhamedit dhe ulemave të tjerë, të shumt, thirrja e kurbanit është sunet muakkad, sunet i fortë. E që nën kupton, është mirë që gjithsesi është mirë që robi i cili ka mundësi materiale mos ta lën pa thirrë kurban. Mos ta lën pa thirrë kurban. Sepse kurbani është diçka shumë e madhe. Është një ibadet shumë e madh. Ibadet shumë i madh. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ka folë për kurban, ka thonë se kurbani vjen ditën e Kiametit me thundrat e tij, me leshin e tij, cilën ditën e Kiametit. Edhe ka thonë të njëjtin hadith, nuk ka punë të mirë, më të mirë që bën robi ditën e Kurban Bayramit se sa thirrja e kurbanit. Nuk ka punë më të mirë që mund ta bëjë robi. Nuk ka punë më të mirë. Ndash është 100 fukara, ndash 1000 fukara, ndash 10.000 fukara, ndash çfarë dush, punët hajrit bëje në njërën anë, në anën tjetër thirrë kurbanin. Kjo vepra e dytë, thirrja e kurbanit, është më mirë se sa të gjitha ato veprat e tjera. Sepse pejgamberi po thot sallallahu alaihi wasallam, puna më e mirë te Allahu azza wa jall është thirrja e kurbanit. Nuk ka amel vepër më të mirë dhe më të dashur te Allahu që e bën robi ditën e Kurban Bayramit se sa thirrja e gjakut, se sa thirrja e kurbanit.